Fruta dhe perimet e freskëta në shtëpinë time gati nuk mungojnë asnjëherë. Për fatin e mirë kam një pazar këtu organik i cili i shet produktet shumë, po shumë me çmime të levetësishme, por edhe cilësore. Këtu jam unë si një përbindës që po haj lëvorët e portokallit. Nëse nuk e dini këtë fakt rreth meje, unë ftes për këtë lëvorën e bardhë, të cipën në trash, e cila më duket sigurisht me shijën e gjithë portokalli, se ndryshe nuk di haja dot. Mblajmë dhe shprejmë të gjitha frutat e tjera dhe perimet e tjera, duke qenë se kam një vajzë të vogël dhe kjo sigurisht do i haje kështu të pagatuara ndonjëherë, aq më tepër dhe domatet. Ndaj sigurohemi të kemi larë mirë me sot buke dhe pak krip. Kam parë këtu në TikTok një receta që aq më tepër për shtimin e peshës, që unë gjithmonë kam dashur ta shtoja kilogramin, kështu që do më ndihmojnë këto fruta perimet, sidomos frutat për smoothie dhe këto perimet për gjellëra të shëndetshme. Dhe nëse dëshiron të shtosh ti kilogram, siç kam shtuar 8 kg unë, mund të më shkruash në Instagram Mikela.al ose direkt këtu në TikTok për të parë dhe rezultatet e mia të programit ose të shtimit të peshës, se janë vetëm 2 produkte dhe me çmim mjaft ekonomik. Thjesht më kontakto. Ndërkohë këto i kam lënë më gjatë sepse kishim më shumë pa pastërti, ndaj deri në të tjerë ju uroj shikim të këndshëm, paçi.